Popull YouTubers! Sot do ju bëjmë një tutorial për Photoshop që të mësoni dhe ju se si përdoret. Dhe më thënë, sonja dhe zotëri ishte një shaka e vogël që bëra, më thënë hyrje. Sot do i bëj një tentativë për t'ju mësuar disa lëvizje që mund të bëni, disa manovrime ju me Photoshop, me Adobe Photoshop, CC është modeli fundit i këtij versioni që ka dalë nga Adobe Company për vitin 2013, bashkë me përditësimet që i bën këtij programi nga automatikisht nga kjo firmë nëpërmjet panelit Adobe Manager. Dhe ju faktikisht mund ta zbrisni këtë version në faqen kryesore të Adobe-s dhe keni mundësi që të mësoni të ta përdoroni në mënyrë tepër korrekte dhe në mënyrë tepër të avancuar, domethënë që ju nuk keni mundësi të përdorni grafikët ose efektet tuaja që dëshironi të përdorni për faqet ose nëse dhe akoma jeni profesionist për këtë punë. Ama ky tutorial që unë do bëj sot ka lidhje me prerjen e ikonës, fotografisë. Domethënë si ju mund të prisni një fotografi, të prisni një objekt nga një fotografi dhe vëni diku një fotografi tjetër. Ai objekt mund të jetë një formë, çdo gjë, për shembull, nga një njerëz deri në një pemë, një çfarë do doni juve. Kjo është dorën tuaj, nuk mund t'ja them unë, varet me punën tuaj. Unë këtu kam një fotografi, faktikisht, që të hapim tani një sekond. Fotografi është kjo. Dhe këtu do t'ju mësoj disa mënyra si ju keni mundësi të prisni këtë fotografi dhe pas ta prisni ta merrni dhe ta vëni në një font tjetër ose thjesht ta mbani si një fotografi të thjeshtë. Domethënë që ta keni që ta mund ta prodhoni për faqet tuaj të webit, për projektet tuaja media, për çdo gjë që keni nevojë. Photoshopi është një vegël tepër totale për krijesat, për krijimet tuaja, që ju mund të keni mundësinë, domethënë të bëni shumë krijime dhe madje pas një lloj limiti, thjesht këtu limiti vetëm që keni në Photoshop është fantazia juaj dhe jo si mund dhe si dëshironi që ju ta bëni këtë fotografi. Vetmja gjë që dua t'ju them juve tani për tani është që ju nuk duhet ta keni frikë këtë program, domethënë është një program tepër i thjeshtë. Pothuajse është një lloj fëmijësh që çdo edhe fëmijët tani dalin në YouTube edhe bëjnë video mësimore për të mësuar si bëhet njëra apo si bëhet tjetra. Por ju vetë domethënë keni mundësinë që keni të bëni krijimet tuaja ose për arsye biznesi ose për arsye thjesht argëtimi, domethënë që të keni mundësi. Sepse mbi të gjitha shqiptarë jemi dhe Shqipëria nuk ja ka silin asnjë lloj shteti për këtë gjëra. Mënyra e parë që unë do ju demonstroj si ju të prisni një fotografi dhe është në font të bardhë dhe prapë ju atonis këtë gjë që ta keni parasysh në font të bardhë gjithmonë është shumë më e lehtë që të kesh mundësi të presësh një fotografi, pavarësisht se edhe në video të tjera që kanë bërë në anglisht ose në një gjuhë tjetër, vërejtja e parë që më bën ishte kjo, që është në gjuhë është në font të bardhë, domethënë është tepër e lehtë që të bësh, duhet të bësh diçka më të vështirë që të mësojnë diçka më tepër. Por unë këtu në këtë video nga juve kërkoj thjesht të merrni konceptin. Domethënë si është koncepti që ju prisni këtë fotografi, domethënë pak a shumë të hyni në rrugë të drejtë, që të keni një ide të plotë nga duhet t'ja filloni. Pra, vegla e parë që ju do përdorni është Magic Wand Tool. Tu siç po shikojmë në këtë krah të Photoshopit, kemi toolboxin, domethënë kutinë e veglave, domethënë për çdo lloj manovrimi që mund të ketë. Dhe e para që ju mund të zgjidhni, për këtë edhe më e preferuara ime, sidomos kur është një font monokromatik, domethënë kur është një font me një ngjyrë, e para që do të bëni është, për mendimin tim është Magic Wand Tool. Dhe do më thoni për çfarë arsye. Këtë do ja tregoj në vijim të sipër. Prandaj ajo që bëjmë neve është e zgjedhim duke klikuar në Magic Wand Tool, edhe siç e shikoni këtu në ekran, kemi këtë si tip shkopi magjik, e cila zgjedh këto pjesët
e bardha ose pjesët e kështu domethënë duke seleksionuar pikselat përkatëses. Sepse çdo gjë në fotografinë digjitale bëhet në anë të pixels. E para që do bëni ju në këtë fotografi është të mbani butonin Shift. Klikoni diku në sipërfaqen e bardhë. Siç e shikoni, klikimi u bë pothuajse i tërë. Po duhet të mbani prap butonin Shift që të klikoni prap në këtë pjesën e bardhë, këtu që të krijohet prap një pjesë tjetër, domethënë. Që të keni mundësi të bëni një klikim të dytë brenda klikimit që kishit. Përndryshe, po nuk e mbajtët, ja t'ja them këtë për shembull. Ja, këtu klikuam e vëm gati, po nuk kishit butonin të mbajtur dhe të klikoni pa mbajtur të shtypur butonin Shift. Dhe vetëm gjë që do të bëhet është do fshihet tër ky seleksionimi që kishim bërë përpara dhe do bëhet vetëm ai seleksionim që kishim bërë neve. Prandaj ne duam të bëjmë shumë seleksionime, kështu që butoni Shift është i domosdoshëm që ta mbajmë. Për të vajtur mbrapsht në këtë fazë, klikojmë butonin Control edhe butonin Z në tastier. Edhe si shikojmë, vajtëm një hap më mbrapa, domethënë. Pra, mbajmë butonin Shift dhe shkojmë tek e bardha. Bëjmë klikim, brenda saj. Dhe faktikisht tani këtë që duhet bësh dhe do ta bëni që në fillim është të duplikoni backgroundin. Do ta duplikoni për shumë arsye. E para arsye është që ju të keni mundësi të kontrolloni, domethënë nëse diçka shkon mbrapsht në punën tuaj, ju keni gjithmonë një kopje background, të cilën ju mund të vazhdoni ta përdorni, ose mund ta shumëfishoni akoma më tepër, që të vazhdoni ta përdorni për të mos patur rezultate shkatërruese në fotografinë tuaj. E para pasi keni seleksionuar këtë gjithë fondin, e para e dyta që bëjmë është klikojmë në Refine Edge veglën. Tani faktikisht duket si e çuditshme do të thuash për çfarë arsye. Overlay. Jo. Gabimi im ishte ky. Se unë faktikisht më që klikova në fondin e bardhë, dhe që të bëj Refine Edge Tool, domethënë që të krijoj një, domethënë të setat këtu ti rregulloj, dhe t'i bëj më të qarta, më të theksuara, domethënë kuptimin e llavit që mos të ketë pjesë bosh ose pjesë domethënë si të them unë, pjesë kot që janë të bardha në fond, sepse do të bëjmë komplet fotografinë në një prerje perfekte të kësaj femre. Dhe vetëm gjë që bëjmë tani është shkojmë tek Select, opsioni server, alternativa select dhe shtypim këtë inverse, domethënë që të kthejmë komplet seleksionimin në pjesën e femrës. Pastaj shkojmë tek Refine Edge alternativa. Unë preferoj që gjithmonë këtë ta bëj në overlay, faktikisht. Por mua është një zgjidhje më e saktë, më e mirë nga të tjerat. Ose mund ta bëni në të zi. Kjo nuk është e thënë, kjo është punë për ju. Si ju mund ta shikoni më mirë. Pastaj bëjmë këtë Smart Radius, e klikojmë, luajmë çik me këtë pjesë të punave. Derisa të shikojmë që jemi në rregull me nivelet. Pastaj me këtë pineli këtu, siç e kemi, thjesht vazhdojmë të theksojmë pjesët të cilat na interesonin që t'i presin. Faktikisht Photoshop-i është çik ngadalë, për arsye se kam shumë programe të installuara dhe memoria e këtij kompjuteri është shumë e dobët në krahasim me ato që duhet ishte. Por për këtë tutorial mjafton ky kompjuter dhe është tepër i mjaftueshëm për të krijuar ato që ne kërkojmë të krijojmë. Siç e shikoni, këtu po fshim pjesët e bardha që ekzistonin.
Faktikisht kjo dhonohet i shikuket i për çarsye dhonohet ama. Mund ta bëjmë dhe në të zi, kemi si domethënë kemi manovrim më të plava. Dhe pastaj mund ta bëjmë në overlay ose mund ta bëjmë në black, në të zezë. Siç e shikoni këtu kemi një prerje pothuajse të saktë, dhe jo shumë të keqe. Mos shkojmë të decontaminate colors që të mbajnë colorët. Dhe bëjmë opsioni new layer with layer mask në mënyrë që të kemi mundësi ta përpunojmë këtë pasqyrë që ne krijuam, që sapo krijuam në projektin tonë. Dhe si shikoni, femra tashmë është e prerë. Domethënë, kemi mundësi këtë femrën e ta vëmë në një background tjetër. Për shembull, ta përshtatim si ma ambientin wallpaper background. Dhe këtu mund të vëmë shumë gjëra interesante, për shembull, në këtë rast unë po përdor një po përdor këtë backgroundin këtu, save images, datascope. Place embed ose place linked, kjo është në dorën tuaj, si ju dëshironi që ta vendosni. Dhe mbasi kemi vendosur fotografinë tonë edhe e zhvallojmë në shkallë të pëlqyeshme që neve, domethënë, dona duhet na bëj punë. Shtypim një OK dhe këtu kemi backgroundin. Tani vetëm një gjë që do bëjmë edhe është ta kalojmë të sipër një shkallë dhe pothuajse jemi gati. Mund të bëjmë exposure, mund të luajmë shumë nivele, domethënë të japim një, domethënë që femra të ketë të njëjtën ndriçim dhe të njëjtën dritë me pjesë të tjera të zemë. Ose mund ta bëjmë këtë nëpërmjet adjustment levels. Ke krijuar në mënyrë automatike një dritë posaçme. Siç e shikoni, prerja nuk është bërë tepër e saktë 100%, pa ma ta dini që unë thjesht po bëj këtë video për t'ju dhënë juve një ide si prihet. Tani nuk është kjo e vetmi arsye, por ka shumë arsye të tjera, domethënë që thjesht ju duhet mësoni të përdorni domethënë Photoshopin në mënyrën tuaj personale dhe jo në një mënyrë që siç punon njëri apo punon tjetri. Dhe këtë koncept ju duhet përfitoni pas të keni mësuar mbi të tëra veglat që ekzistojnë këtu dhe çfarë mund bëni me këto vegla. Siç e shikoni këtu kemi gocën, kemi këtë background, mund ta marrim, ta zvoglojmë, që ta përshtatim në ekran. Thua që kjo është për shembull origjinale ishte aty. Flasim për gjëra shumë profesionale, po hajt më. Dhe kjo është e gjitha, kjo është tepër e thjeshtë. Nëse ju dëshironi këtë video dhe e gjeni shumë të duhshme për juve, ju lutem bëni like dhe abononi në kanalin tonë për më tepër mësime. Nëse ju keni dëshirë ose keni nevojë për një mësim si bëhet njëra apo si bëhet tjetra, ju mund të lini një koment poshtë në këtë video ose në video të tjera të kanalit tonë, në mënyrë që ne t'i lexojmë ato dhe t'i përgjigjemi në video si punë e saj. Mirupafshim, gjithë mirat.